Megjithatë, qytetarëve duhet ja u bojmë me dije se kur flasëm për po shkoj me radhë 626 vota ka minus një deputet i VV-s, por numri total i votave në këtë 626 është 321.144 dhe nëse përpjestojnë këta dy numra jep 0.2%, që është i papërfillshëm si ndryshim. Po nëse nalëm tek votat e PDK-s me 77% numrume nga 150.299 përpjestohet me numrin 6.771 të kandidatit për deputet cili e ka minus vota i bjen që 4.5. Prandaj nuk mund të shym krejt me një shablon të fusëm, sepse ndryshimet janë, nëse shkojmë me përqindje 0.19 a 0.2 nuk është e VV-s, 4.5 është e PDK-s, 2.14 është e LDK-s, dhe AKJ ka 0.8, 0.85. Do të thotë, këto qambesin në zero, madje, si pas disa ekspertve që kam diskutu me ta, konstatimet e tyre ishin që mund t'jenë edhe gabime njerëzore edhe teknike që mund me ndodhë. Kur hyp me mira vota një kandidat, ato ka krim të organizum. Prandaj, krimi organizum duhet ta merë denimin e merituar. Unë jam i lumtur me punën e prokurorit prokurorisë të Loren Prizrenit, cili megjithatë me vendosshmëri të madhe po e kryen punën e tij për çka është edhe i thirrur. Gjithë ata persona mbrana një ditë e arrestoi. Shumë prej tyre veç janë edhe në paraburgim, disa prej tyre dolen edhe në publik që kanë pranu që kanë marrë mito, për neve ka shumë rëndësike, sepse duhet datë e bardha prej zezës dhe deputetet e cilët janë të përfshirë. Unë mendoj që nuk kanë